Pra, ky legitimiteti juridik është në ballafaqim, është në konfrontim me legitimitetin elektoral. Që i bie, vetëm do që po thotë, unë i kam fituar zgjedhjet, edhe unë mund t'i diktoj kushtet, rrethonat, ambientin, synimet e veta të cilat i ka për me ndërtu një republikë tretë në gjykimin tem. Ata nuk po e thojnë publikisht ende, por ajo është evidente edhe këtë e ka përmendur edhe lideri i tyre. Në anën tjetër kem thirrjen edhe apelin që i bën opozita që ti respektojmë çdo rregulla. Ky është ai legitimiteti juridik, edhe cilëve në bazë të saj. Pra çto është ajo pengesa kryesore krejt këtij ngërçi këtij. Edhe unë mendoj që edhe këto zgjedhje që mbajten me 6 qershor nuk do të prodhojnë diçka të re. Prap kemë më ballafaqu me të njëjtën histori, me të njëjtën probleme, me të njëjtën ngarëndje të opozitës. Çdo kush ka më thirr në gjykatën kushtetuese. Dhe kjo nuk është e shëndetshme. E prisni, e paragjykoni një situatë të tillë ku do të ballafaqohemi sërish me kërkesa drejtuar gjykatës kushtetuese, të cilat marrin kohë. E më pas na çojnë në një palë zgjedhje të reja. Kur